بالنسبة لنا. Besoj për folë më shumë për tasën pas shonë. Nuk do ta votoni qeverinë kur të tre. Jeni kontaktuar nga lëvizjeve të ndosur të orë të fundit? Jo. Nëse zoti Kurti ka thonë që ta kryjmë kuvenin, pastaj të i ka numrat, shpresoj që i ka. Ne gjithmonë jemi konë edhe do të jemi pro institucione dhe sa më shpejt që të krijohen, por nuk shoh që do të ketë një zgjidhje që ndryshme. 100%. A mund të votohet një qeveri me parti tjera ose një qeveri tjetër, çfarë do qoftë, në mënyrë që të munget kriza buxhetore dhe situata tjera të krizës? E duket që nuk kemi një qeveri programore që e kërkon Kosova, por më shumë do të ketë, ndoshta edhe nëse do të ketë një zgjidhje, më shumë duket që do të jetë një qeveri e pazareve se sa programore, dhe nuk e di që ka ofruar një program konkret se çka i ofron qytetarit një qeveri Kurti 3, për këtë arsye dhe jemi në këtë qenë çfarë jemi, të shohim edhe të kemi. Faleminderit. Nuk është vot për Dyman Bashën, është vot për tentimin e 5-6 dhe ne deklaron që nëse nuk do të jetë kandidati ish zyrtari i qeverisë do ta votojmë. Prandaj edhe majtëm fjalën e votojmë, por gjithsesi që nuk pres që do të ketë një qeveri Kurti 3 në bazë situatës fare e kemi aktualisht. Nëse kanë arrit gjatë natës pazare individuale, mjetet më pa, por me sa kam informata do të tentohet në një votim në shef për shkak të ndonjë kontrabande individuale të votave. Faleminderit shumë ditëllar. Çka prit sot, a ka një ndryshim? Nuk pres asgjë. Punët e mira nuk lihen ditën e fundit. Por sot bjen perdja e madhe e mashtrimit 8 mujor, në të cilin mashtrim na shton vazhdimisht se numrat për formimin e qeverisë janë, se ka shumicë se po bllokohet vullneti i popullit të Kosovës. Ja tani ka mundësia për të parë të vërtetën para popullit të Kosovës. Sot natyrisht nuk votojmë një ligj të zakonshëm. Sot mandatari do të prezantojë shumicën, që është thelbi i demokracisë kosovare. Mbi këtë shumicë do duhet formoheshin institucionet e Kosovës. Për të formuar këtë shumicë, një njeri që fiton zgjedhjet ose që deri pari nga zgjedhja, do duhet bënte përpjekje me çdo parti politike për të bërë një shumicë e më së paku talente këtë punë në ditën e fundit. Ditën e fundit është show popullist, siç është e zakonshme deri më tani. Zoti Abdizi ka jeni taku jo me dikën nga partitë e tjera drejtash opozitare, është raportuar për një takim me zotin Dimaj, a ka ndodhur ose e kisha ngatruar datën, nesër e kemi takimin, dhe takimi është miqësor, konsultativ, jo për çështje qendrore. Është takimi i dytë që mbahet për Edhe një herë, është që deputetët e LDK-s janë të lirë të votojnë siç mendojnë, por deri më tani kanë deklaruar në vazhdimsi secili prej tyre se pa marrëveshje politike s'ka kuptim tjetë shumica. Anjëherë po them, nuk po votojmë një ligj zakonshëm të Republikës Kosovës. Do të ketë një mazhorancë që për 4 vite e udhëheq qeverinë me legitimitet qytetar. Kur ka mazhorancë, bie që populli i Kosovës i ka dhënë të drejtën kryeministrit të arshëm, kush do qoftë ai, të vendos për fatin e këtij Në rast dështimit të zotit Kurti sot, a jeni të gatshëm që të bëni pjesë ndonjë formacioni për të formuar qeverinë? Nuk ka parti të dytë, nuk ka parti të tretë, të katërt në çështjen e raundit të dytë. Mundet prapë edhe i parë edhe një herë të kërkoj për 10 ditë të ashme partia e parë të kërkoj mandatarin, nuk ka shumicë në Republikën e Kosovës. Ju kam thënë kështu nga dita e parë, kështu po del deri në fund, po shkojmë sipas gjitha gjasave drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme, por sot le të shihet qartë.
ajo që kemi thënë gjithherë, që bllokuesit e vërtet janë ata që s'kan arritur për asnjë moment të bëjnë një shumicë të thjeshtë me një marrëveshje politike siç i takon, siç i ka hije secilës parti politike. Edhe është takimi i dytë që po e paralajmëroni këto. Ju që keni pikërisht shumë të avancuar se sa ne partitë politike në diskutime. Ju faleminderit për çfarë. Detyra jonë është